Selam aleikum të dashur shikues. Mirë se takohemi përsëri në këtë natë prej netëve të bekuara të Ramazanit. Me dëshminë se jemi duke i përjetuar e jemi duke u kënaqur në çdo moment të tij e me shpresën dhe me lutjen që Allahu subhanahu wa taala të na pranoj. Vazhdojmë sonte me të ftuarin e radhës në trajtimin e një çështje prej çështjeve bazë të fesë. Fillimisht i dëshirojmë se ardhje hoxhës së nderuar doktor Sadat Rustemi. Hoxh mirë se vjen. Mirë se vjen. Kënaqësi të kemi në studio. Kënaqësi është e imi. Besoj që me gjithë angazhimet e shumëta gjatë këtyre ditëve jeni duke u kënaqur e duke dhënë kontributin para xhamatit. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun e Madhërisht, salavatim me pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij, dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Mbledhim efendi, siç edhe ju promovut ditë Ramazanit janë ditë kënaqësie të veçanta që çdo ditë që kalon është edhe më veçantë, por edhe mallëngjimi për ata që po shkon, gjithsesi që është një përjetim. Prandaj unë shfrytëzoj rastin dhe lutem për pranim të veprave për vetvete për ju dhe gjithë besimtarët në muajin e begat Ramazanit, dhe lutem Allahun që të na fuqizojë, të na forcojë që të grumbullojmë sa më shumë vepra të mira. Amin. Hoq padyshim se nga dhurimet më të mëdha që besimtari i bën gjatë jetës së tij është detyria e cila në ofron tek Allahu subhanahu wa taala, detyria e cila na e forcon lidhjen me të bindjen në nështrëshmërinë tonë ndaj tij e kështu me radhë. Sonte do të jemi me një temë e cila mendoj se ka një lidhshmëri të vazhdueshme me jetën tonë, praktike e cila buron si rezultat i besimit. Besimin e të dërguarit të Zotit. Pejgamberi i fundit na mësoi se nga shtyllat e besimit është të besuarit në të dërguarit, jo vetëm në veten e tij, por në të gjithë të dërguarit që Zoti i dërgoi. Çfarë nënkupton kjo dhe çfarë përmban kjo shtyllë e besimit? Po blerim efendi, fillimisht atë që ju e thatë që e ka promovu këtë pejgamber alayhis salam, besimin në pejgamber, jo vetëm në Muhamedit alayhis salam, por në zinxhirin e vargun e gjithë pejgamberëve, jep me kuptu për një çështje shumë të rëndësishme, se të gjithë pejgamberët e kanë pas një mision. Dhe bot kuptimi real i këtij mesazhi është se të gjithë njerëzit, të gjitha komunitetet dhe shoqëritë kanë pas nevojë për pejgamber. Jo vetëm shoqëritë e fundit, nga dërgimi i Muhamedit alayhis salam tutje deri në kiamet, deri sa të ketë njerëz, mirë po edhe në shoqëritë e hershme ka pasur pejgamber. Dhe nga këtu themi se vërtet prej të mirave të shumta që Allahu u ka bën njerëzimit është dërgimi i pejgamberëve. Sepse ata janë që më së miri e njohin Zotin e tyre. Ata janë që më së miri i kanë kuptuar mesazhet hyjnore. Ata janë që më së miri kanë predikuar fjalën e Zotit. Ata janë që më së miri kanë adhuruar Allahun e Madhërisht. Prandaj dhe kjo është nevoja që ka qenë dhe mbetet imediate deri në kiamet. Prandaj dhe është një prej 6 shtyllave të besimit, besimi në pejgamberin, të gjithë pejgamberët, pra ne besojmë në të gjithë pejgamberët, se Allahu xhelle xhelaluhu i ka dërguar misionar të dërguar me përcjell mesazhin e tyre dhe ne besojmë se ata kanë qenë të dërguar nga Allahu i Madhërisht, jo me përzgjedhjen e tyre vetanake, por të dërguar nga Allahu xhelle xhelaluhu, e kanë përcjell me besnikëri. Pra pejgamberlloku nuk është diçka që arrihet. Gjithsesi, do thotë ajo është që ipet, por Allahu xhelle xhelaluhu i ka përgatit, i ka përzgjedh, se edhe kështu e ka promovuar Allahu në Kur'an kur ka fol për përzgjedhjen e pejgamberëve, por Allahu xhelle xhelaluhu i ka përzgjedhur në atë shoqëri për atë arsye dhe kur flitet për shembull për cilësitë, për atributet e pejgamberëve, kanë qenë të plot edhe nga aspekti psiqik, pra kanë qenë të mbrojtur nga smundjet mentale, pastaj kanë qenë të plotë nga aspekti fizik, pa të meta, sepse kanë qenë misionar të Allahu xhelle xhelaluhu, e gjithsesi kanë qenë përgatitur nga aspekti besimit, sepse
kanë përcjell aspektin e ideologjisë, atë që Allahu xhelaluhu i ka shpallur. Prandaj ne besojmë se ata kanë qenë besnik, kanë qenë të sinqert, e kanë përcjell me besnikëri fjalën e Zotit Madhërisht tek popujt e tyre, e radha mënyrë zinxhirore deri te pejgamberi alayhis salam, siç edhe Allahu xhelaluhu ka promovuar shumë vende në Kur'an, mesin e tyre thot Allahu xhelaluhu, ja ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik, o të i dërguar përcjelle atë çfarë po të shpallet ty, o ma ala rasul ila al balagul mubin, për pejgamberin nuk ka diçka tjetër pos përcjelljes së mesazhit që Allahu xhelaluhu e ka obliguar. Prandaj besojmë në tërë atë me të cilin kanë ardhur pejgamberët, të gjithë pejgamberët dhe me atë që ka ardhur Muhamedi alayhis salam. Pra pejgamberët kanë pas një mision shumë të rëndësishëm. Pra lidhjen e tokës edhe të qiellit. A ka ndonjë urtësi kjo? A ishte nevojë apo ishte thjesht një gjë e cila mund të ndodhte, por mund edhe të mos ndodhte? Pra një gjë relative e cila pastaj neve nuk na bën që të kemi ndonjë kujdes shumë të veçantë ndaj komplet këtij procesi. Patjetër që dërgimi i pejgamberëve, i të gjithë pejgamberëve, ka qenë pra i nevojshëm, i domosdoshëm. Fillimisht siç edhe ju e promovut në radhë parë me bë lidhjen tokë-qiell, me bë lidhjen e njerëzve me krijuesin e tyre, sepse është krijuesi i gjithësisë dhe krijuesi i njerëzit dhe njerëzimit. Prandaj në radhë parë lidhja shpirtërore shumë e rëndësishme. Prandaj ne edhe promovuam më parë se pejgamberët janë ata që më së miri e njohin lidhjen, si të bëhet lidhja e krijesës me krijuesin, po edhe në aspekte të tjera, meqense se njeriu është një krijesë e cila ngërthen në vete vlera të shumta të dimensioneve të ndryshme, pejgamberët janë ata që i kanë mësuar edhe për vlerat e jetës së kësaj bote. Prandaj urtësitë e dërgimit të pejgamberëve në përgjithësi, po edhe Muhamedit alayhis salam në veçantë, janë të natyrave të shumta. Posa asaj që pejgamberët pra na mësojnë atë që është më e mira, më e drejta, si ta adhurojmë Allahun xhelaluhu, si ta njohim Allahun xhelaluhu, si ta respektojmë Allahun xhelaluhu, si ta respektojmë madje të dërguarit që i ka përzgjedhur Allahu, e pastaj këtu hyn edhe vlera të tjera morale, edhe sjellje të tjera dhe angazhime dhe obligime që kanë bënë edhe me raportin e jetës së njeriu në rrafshe të ndryshme. Du të them që Allahu në Kur'an e ka pas tjera që ka promovu kur flet për pejgamberët e me tekst veçantë për Muhamedit alayhis salam, Allahu xhelaluhu e promovon si dhunti të veçantë. Dhe kështu thot, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasula. Vërtet Allahu ju ka dhënë të mira të shumta besimtarëve me dërgimin e të dërguarit nga mesi i tyre. E pastaj këtu në këtë citat vëhen pa disa prej urtësive të dërgimit të Muhamedit alayhis salam, e me këto mesazhe kanë qenë të dërguara pejgamberët më herët. Yatlu alehim ayati. Pra ky pejgamber u citon atyre citatet, fjalët e Zotit Madhërisht, u yuzakihim u pastron atyre ideologjit, praktikisht bindjet, sepse kjo është edhe është arsyeja kryesore e dërgimit të pejgamberëve. Në fakt që tu rregulloj aspektin e bindjes, aspektin e besimit, dhe mendoj se ndoshta mesazhi i veçantë i këtij takimi ton do duhet të ishte ky, se Islami ka ardhur, kjo është periudha 13 vjeçare në Mekë e vet pejgamberit alayhis salam, që njerëzve tu rregullon bindjet, pra aspektin e besimit, çiltërsinë e mbrëmshme shpirtërore, pastaj u përcjell aty edhe fjalët e Allahut xhelaluhu, e kështu me radhë thotë kështu kanë ardhur në këtë citat kuranor. Në citate tjera, për shembull, Allahu përmend që këta pejgamber kanë ardhur me motive për të sihariqu, për të përgëzu rusulen mubashirin wa mundhirin, pejgamber të dërguar, cilët janë mëjdëgji, sihariq, përgëzues, lajmtar, pra për ata që i pret, për ata që adhurojnë mirë Allahun xhelaluhu. Ata që ecin rrugës së duhur. Ata që ecin vija, ata që ecin sipas programit që Allahu na ka porosit, edhe njëkohësisht janë mundhirin, u atërheqin vërejtjen nga ajo që është e rrezikshme, nga ajo që është e dëmshme, nga ajo që sepse jeta e njeriu është një periudhë e shkurtë. Pra, kanë ardhur me program për të na treguar se çka duhet me bëj. Pjesa e fundit të këtij citati e definon edhe një urtësi shumë të rëndësishme. Ella yakun linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul.
Pra për urtësive është që njerëzit mos kenë justifikim pas dërgimit të pejgamberëve. I bie që mos kenë justifikim në atë që e veprojnë ata, por nëse gabojnë ose nëse mëkatojnë, mos kenë arsye me thonë valla nuk e kemi ditë që kjo është gjëna, është mëkat e kështu me radhë, ose nuk e kemi ditë që kjo vepër ka qenë e detyrueshme për neve, sepse Allah do të na merr në pyetje. Prandaj urtësitë e pejgamberëve vërtet janë të shumta, jo vetëm nga aspekti i besimit, kjo është një pjesë, po edhe nga aspektet e jetës tonë. Pejgamberët janë ata që na kanë treguar se si të ushqehemi. Prandaj Allahu i Madhërisht në Kur'an u drejtohet pejgamberëve në përgjithësi. Ja ju ar-rusulu kulu min at-tayyibat. O ju pejgamber, ushqehuni me ato që janë të mira, me ato që janë ekologjike dhe që janë të lejuara. Pastaj këta pejgamberë kanë treguar si të krijohet familja, si të ruhet familja, pra, si të bëhet martesa, si të ruhet martesa, rëndësia e fëmijëve, e familjes në përgjithësi, e fëqinjësisë dhe obligime të tjera të cilat kanë bërë ofrimi i një platforme komplete të shfrytëzimit të jetës se njeriu në këtë botë. Pikërisht. I përmendit disa nga kuptimet e mëdha, të cilat mendoj se ata që na përcjellin edhe kanë mundësi të na shohin do të patjetër që të ndalen edhe të referohen se cilat për këtyre kuptimeve të cilat i nxjerrët nga ajeti kuranor, nga çështja e besimit e pastaj nga çështjet e mësimit edhe urtësive dhe mesazheve të cilat i sillin pejgamberët e Zotit, e që për ta rrumbullaksu i bie që pejgamberët ishin të domosdoshëm për neve. Dhe dobit cilat ne i kemi padyshim se janë të mëdha edhe janë ndoshta të panumërta të përmendur në këtë botë. Gjithmonë po i referohemi me termin pejgamber, domthonë në shumës. Edhe po flasim për pejgamberin e sa më pastaj po flasim për pejgamberët e tjerë. Pra kishte më shumë pejgamber se pejgamberët e këtë dim. Madje kemi edhe disa pejgamberëve të cilët janë të përmendur në Kur'an, edhe që pejgamberi na ka folur për ta. A ishte numri i pejgamberëve edhe më i madh apo ishte i kufizuar në këta të cilët i njohim? Atë që Allah në Kur'an e promovon, do thotë Allah përshkruan një pjesë të pejgamberëve, madje një pjesë tyre i përmend edhe me emra. Sikur që i njohim, po sa për kujtua audiencën tuaj, do thotë Allah xhel xhelalu e përmend pejgamberin e parë, nuk po them të dërguarin e parë, pejgamberin e parë Ademin alayhis salam, i cili është baba i njerëzimit, e përmend me emër disa herë në Kur'an. Pastaj e përmend edhe të dërguarin e parë, Nuhin alayhis salam. E përmend Idrisin me emër, përmend babain e pejgamberëve, nga i cili vijnë pjesa dërmuese e pejgamberit Ibrahim alayhis salam dhe lozën e tij, do thotë ata pasardhësit e tij, djemtë e tij, Ismailin, Ishakun, e pastaj Jakubin deri te Musa alayhis salam, Isa alayhis salam, deri te Muhamedi alayhis salam. Pra i përmend Allahu xhel xhel me emra dhe është interesante që një pjesë e kaptinave në Kur'an e martohen me emrat e pejgamberëve. Edhe kjo me kuptu për vlerën e pejgamberëve. Pra për Allahun xhel xhelalu ka qenë mundshëm madje edhe lehtë. Siç i ka emërtuar disa kaptina, për shembull kemi kaptinën e dytë në Kur'an, kaptina e lopës, për një ngjarje që ka ndodhur. E kem kaptinën pas saj, kaptina e familjes së Imranit, pas saj kaptina e grave. E kështu me radhë kaptina e tryezës, e radhazi kem kaptina edhe të insekteve, kaptina e bletës. Por ka mujt Allahu xhel xhelaluhu në gjysëndet që neve na nevojitet në jetën e përditshme me emërtu edhe kaptina të tjera. Po sigurisht që këtu ka urtësi, bleri me fendi, emërtimin e pejgamberëve. Me theks të veçantë, për shembull kaptina e Ibrahimit alayhis salam, Hudit alayhis salam, Yusufit alayhis salam, Yunusit alayhis salam, madje historia më e bukur e thotë kaptina e Muhamedit alayhis salam, e Nuhit alayhis salam, e kaptina të ngjashme, të cilat në veten ngërthejnë një mesazh të veçantë, që ne kemi nevojë imediate të çasmi jetës së tyre, sepse jeta e tyre është frymëzim. Pra ata janë frymëzuar. Pra kanë jetuar me shpallje, po leximi i jetës së tyre për neve është frymëzim, është ditori, është plotësim i vlerave tona të dimensioneve të ndryshme, sepse edhe në aspektin jetik, edhe në aspektin e jetës, të dimensioneve të ndryshme, qoftë ai social ose ekonomike të ngjashëm, do thotë ose në aspektin e mirëqenies së të ditorisë, kanë qenë do thotë më të plotësuarit.
Dhe ne kemi nevojë të marrim model. Prandaj Allahu xhel xelaluhu i drejtohet pejgamberit alayhis salam me i marr model pejgamberët e mëhershëm. Dhe kjo determinon nëse Allahu xhel xelaluhu i drejtohet pejgamberit alayhis salam me i marr model pejgamberët e mëhershëm. I bie që ne edhe më tepër. Prandaj kështu formohet ai mozaiku i vlerave në dimensione të ndryshme. I përmend disa prej pejgamberëve, sigurisht se lista tyre është edhe më e gjatë. Ne si besimtar e kemi kënaqësinë edhe e kemi po themi privilegjin që t'ju besojmë gjithë pejgamberëve pa shkputje, nga i pari e tek i fundit, tek pejgamberi alayhis. Pra besimtari duhet të besojë të gjithëve. Besimi i një pejgamberi anë kupton se duhet besohen të gjithë. Dhe a kanë njeriu, a ka të drejtë që të bëjnë ndonjë përzgjedhje, një lloj selektimi, këtë po e pranoj, po këtë s'po e pranoj. A llogaritet pastaj besim apo nuk llogaritet besim? Në aspektin akademiologjik, në aspektin e besimit, kërkohet prej neve, prej besimtarit që t'i besoj të gjithë pejgamberët. Ata që i njohim ne në mënyrë të veçantë, pra ta besojmë Ademin a.s. tekstualisht. Me amen. Ta besojmë Nuhin a.s., Ibrahimin a.s., Musa a.s., Isa a.s., Muhammedin a.s. Ata që nuk i njohim me emra, i besojmë në mënyrë të përgjithshme që i ka dërguar Allahu xhel xelalu. Në generale. Po, sepse thamë më parë që Allahu xhel xelalu në Kur'an na përshkruan për një numër të kufizuar pejgamberëve. Mirë po ka ardhur për hadithe që numri i të dërguarve, i pejgamberëve me tekst të veçantë, i pejgamberëve është një dallim, është 124.000, është një numër shumë i madh. E Allahu xhel xelaluhu në Kur'an kështu e përshkruan: "Minhum man qasasna alejk, wa minhum man lam naqsus alejk." Për disa nga ta ne ty të kemi njoftuar. Dhe ata që na kanë njoftuar, pra e ka njoftuar Allahu xhel xelaluhu edhe pejgamberin në mënyrë të drejtë për drejt, e për disa thot nuk të kemi njoftuar. Arsyet i din Allahu xhel xelaluhu, mirë por ne jemi të thirrur që të besojmë në të gjithë pejgamberët që i ka dërguar Allahu xhel xelaluhu dhe të dërguarit e tij, dhe nuk na lejohet në asnjë formë që ta selektojmë dikën, që ta përjashtojmë nga ky besim për një arsye, për ndryshe nuk quhemi besimtar ose nuk quhet njeriu besimtar nëse e mohon dikon prej pejgamberëve. Allahu xhel xelaluhu përshkruan kështu në Kur'an: "Kadhaba qaumu Nuhin al-mursalin." Thot Allahu xhel xelaluhu, populli i Nuhit i përgënjeshtroi të dërguarit, kurse te ta ka qenë i dërguar vetëm Nuhi alayhis salam. Prandaj dietarët sa nga ky citat nxjerrin këtë mesazh se Allahu xhel xelaluhu don të përcjell mesazh se populli i Nuhit ose te populli i Nuhit ka qenë vetëm një pejgamber që është Nuhi alayhis salam. Mirë po me qenë se ata e përgënjeshtruan, e mohuan, nuk e pranuan Nuhin alayhis salam, i bie që nuk i kanë pranuar edhe pejgamber që do t'i pason pra pas Nuhit alayhis salam. Pejgamberët a kishin megjithatë, a kishin dallime? Domthonë a ishin me misione të ndryshme apo me ligje të ndryshme? A ishin të gjithë themi një formular i vetëm i nxjerr tek njerëzit apo për shkak të ndryshimit të natyrshmërive të njerëzve, kohëve të caktuara, e kishin edhe ata ndryshimet e tyre? Sigurisht që do thotë edhe Kurani, pas si thesar fjala Allahu xhel xelaluhu, edhe pejgamberi alayhis salam, pra kanë ardhur në argumente të shumta se pejgamberët pra kanë pas dallime mes veti, ka pas ndryshime. Allahu xhel xelaluhu është ai i cili i bën këto dallime, po du them ta bëj një lloj kronologjie që ta e kuptojmë më drejt ose audienca ta e kupton më drejt. Fillimisht duhet ta kuptojmë ne që çështja e përzgjedhjes edhe e dallimit të krijesave është kompetencë e Allahut xhel xelaluhu, është kompetencë hyjnore. Siç thot Allahu në Kur'an: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Zoti yt krijon çfarë të don dhe përzgjedh nga krijesat. Për të mos hyrë në detaje, për në të gjitha llojet e krijesave Allahu ka bën dallime dhe përzgjedhje. Madje kur dalim edhe të dërguarit e Allahut ka dallime. Fillimisht Allahu xhel xelaluhu sinjalizon Kur'an se ka dallu pejgamberët. Wa laqad faddalna ba'd an-nabiyyin ala ba'd. Allahu thot, ne veç e kemi bë dallimin e disa pejgamberëve nga disa të tjerë. Pra, po e specifikoj nocionin e terminologjinë pejgamber sepse ka dallim mes pejgamberit dhe të dërguarit. Pra, sipas mendimeve të dietarëve, Rasul dhe Nebi. Po, çashtu Rasul dhe Nebi, po flas tash për Nebi, pra pejgamber ose profet
siç po përdoret në terminologjinë bashkëkohore kjo shprehje, ani pse pak me kritika nga disa gjuhëtar të hershëm. Prandaj unë po fokusohem te pejgamber, sepse është më autoktone. Pejgamber janë ata të cilët i ka dërguar Allahu xhelexhele, por s'kan qenë të urdhëruar me e shpërnda atë që i është shpall atyre. Pra kanë qenë të obliguar me punu vetë, ndërsa popujt e tyre, pra nuk ka pas obligim ai pejgamber, sikurse Ademi a.s. me e përhap atë, me shpërnda atë që i ka shpall Allahu xhelexhelalu, nëse e ka marrë dikush, ai është shpërbly për te. Pastaj në citate tjera në suratul Bekare, për shembull, Allahu na flet për dallimin e të dërguarve. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ata ishin të dërguar që ne bëm dallimin disa nga disa të tjerë, disave ju ka folë Allahu dhe disa i ngritëm në drejgje, në shkallë. Pra këtu Allah tash na flet për një lloj të tjetër pejgamberëve që janë rusul të dërguar. Kush janë ata? Ata janë që Allahu xhelexhelaluhu ju ka shpallje dhe kanë qenë të obliguar ta e përcjellin kumtesën tek popujt e tyre, sikur që është Nuhi a.s. dhe zinxhiri te Ibrahimi a.s. dhe pejgamber të tjerë. Pra, ky është një dallim që Allahu xhelexhelalu na rrëfen se ka pas dallime. E çka në fakt, cilat janë dallimet? Por disave Allah ju ka dhënë libra, disave nuk ju ka dhënë libra. Disave Allahu xhelexhelalu i ka obliguar me disa obligime konkrete, disa të tjerë kanë qenë më të dalluar, për shembull nëse i referohemi Muhamedit a.s. për mos të gjithë pejgamberët, të shumta janë thanjet e pejgamberit a.s. që unë jam dallu, më ka dallu Allahu për shembull me 5 gjëra në transmetim, me 6 gjëra në transmetim nga pejgamberët e tjerë. Që si kanë pas pejgamberët e tjerë dhe popujt e tjerë, për shembull thotë jam dallu nga pejgamberët e tjerë, mos të dhanë mu shprehja kuptim plote, gjevami el kelim, nëse muj me parafru kuptimin e saj, ka fol pak, ka eludu shumë. Pastaj mu janë leju mu plaçka e luftës. Jem ndihmu me ndihmë një mujshe. Toka më është bo vend i pastër, vend falje. Pastaj unë jem pejgamberi i të gjithëve, por nuk jem dërgu për një popull për të gjithë dhe unë një pejgamberi i fundit. Hoxh, padyshim se trajtimet të cilat po i bën shpesh herë po më bojnë që të ndalem ndoshta pak më gjatë nga dëshira e madhe që të më dëgjoj. Megjithatë Allahu xhalla shanuhu na flet në Kur'an se la nufarriqu bejne ahadin minhum. Domthon ne nuk bëjmë dallime mes pejgamberëve. Arse ajo që emëruesi përbashkët i gjithë pejgamberëve ishte misioni kryesor me cilin ata kishin ardhur, pra është diçka që i bashkon pastaj të gjithë pejgamberët e që asnjëri prej tyre nuk bën përjashtim ose nuk dallohet nga tjetri. Padyshim, do thotë të gjithë pejgamberët e kanë pas një mision. Pra pejgamberët të gjithë kanë ardhur me një fe. Siç edhe Allahu xhelexhelaluhu promovon fillimisht aspektin e besimit. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Citati është i shkurt, po shumë kuptim plot, shumë mësime nxjerr nga ky citat. Allahu po promovon se ne çdo komuniteti, çdo populli i kemi dërguar pejgamber të dërguar. Pra që i bie se pjesa e parë e citatit determinon ato që e tham deri më tani në emision, se ka qenë imediate dërgimi i pejgamberëve për njerëzit, për shkak se njerëzit lejthitin, devijojnë, edhe në raport me Allahun e Madhërisëm, pra në besim, edhe në raport me jetën e tyre. Pra pejgamberët kanë ardhur dhe më leju gjëra që janë të mira dhe më ndalu gjëra të cilat nuk janë të mira. Këta pejgamberë që të gjithë kanë ardhur me një mision, me një platformë, eni abudullahe wajtanibu tagut. Të gjithë të dërguarit kanë ardhur që t'i thrasin popujt e tyre në njëshmërinë e Allahut xhelexhelal. Pra ta njësojnë vetëm Allahun, ta adhurojnë vetëm Allahun dhe të largohen nga adhurimet e kota. Pra të gjithë prej pejgamberit parë deri tek i fundit e Muhamedit alayhis salam ka qenë kjo platformë. Prandaj ne nuk bëjmë dallim nga aspekti i besimit, pra të gjithë pejgamberët kanë ardhur me këtë fe, me të njëjtin besim, mirë por legjislacioni i tyre, ligji i tyre kanë ndryshuar nga një pejgamber në pejgamberin tjetër, siç promovon Allahu xhelaluhu,
likullin gjallna minkum shiraten u minhaja, thot Allahu xhel xhelal, secilit prej pejgamberëve i kemi dhënë ligj, sheriat, pra ligj, minhaja është program. Që i bie se çdo pejgamber veç e ka pas ligjin e tij me cilin i cili është përdor për atë vend dhe për atë komunitet. E që jo domosdoshmërisht i tyra i ligj ka vlet për një pejgamber pas tij. Ndërsa ardhi Muhamedit a.s. i ka përfshi të gjitha ligjet dhe e ka promovu se këtë fet, këtë pejgamber kanë qenë me një fe, kanë qenë me fenë islam. Po pejgambert krahas çështjes kryesore të besimit, kanë ardhur edhe tër ato të cilën e kanë sill tek njerëzit, ka qenë një grumbull i adhurimeve, një grumbull i normave edukative, një grumbull i normave morale. Këto ishin produkt që ata i vendosën si rezultat i mençurisë së tyre, apo ishin shpallje. Që tash në këtë rast edhe ne në raport me mësimet cilat na i kalon pejgamberi cili duhet të jetë raporti jon ndaj këtyre mësimeve. A duhet të kuptohen si diçka që ai i ka promovuar dhe i ka lënë, edhe që ne kemi të drejtën të marrim ose të lëm, apo ajo ka qenë shpallje që pastaj detyrimisht na ban edhe neve të obliguar të ndjekim. Blerë me fendim lejo që një detaj që e shtjelluar më herët ta e plotësoj, besoj që është shumë e rëndësishme për audiencën. Ajo është çështja se të çështja e dallimit të pejgamberëve të mëhershëm. Ju intereson me ditë se a kanë qenë çito ligje që shikim na, pra në sheriatin, ligjin e fundit me të cilin ka ardhur, pra Kurani dhe pejgamberi sa a kanë qenë të njëjta. Ka pas dallime. Ka pas dallime, do thotë ndërkohë dhe te pejgamberë të ndryshëm, kalimti po i përmendni disa shembuj për të ilustruar dhe për të pa se vërtet ata që e ka promovuar pejgamberi sa më është më e mira, më e kompletuara dhe më e lehta. Një lloj përzgjedhje e të gjitha? Po, nga gjitha e që është thonë. Për shembull te Ademi a.s. ka qenë lejuar që të martohen fëmijët me njëri tjetrin, por jo pe të njëjtit bark, pe barqeve të ndryshme. Kjo pastaj është ndaluar për faktin se ky ka qenë fillimi i shtimit të njerëzimit. Dhe kjo është edhe logjike. Pastaj për shembull nëse marrmi te Musa a.s. ka qenë lejuar te ta që njeriu kur të pastrohet lakurish. Dhe kjo është aborguar, shfuqisuar në ligjin shariatin e Muhamedit a.s. Ka qenë për shembull më herët e lejuar të bashkohen dy motra në një kuror. Është aborguar, shfuqisuar kjo pastaj me ligjet që ka ose është faktet që ka Muhamedi a.s. Pastaj për shembull disa pejgamberë ja kanë ndaluar vetvetes disa gjëra ushqimore. Sikur që ka për shembull prej Jakubit a.s. ja kanë ndaluar vetvetes mishin dhe qumshtin e devës. E Allah i përmend do thotë ushqime të tilla të shumta që Ben Israelit ja kanë ndaluar vetvetes. Pastaj për shembull ka qenë dallim të çështja e agjerimit, sa për të ilustruar te popujt e mëhershëm, pra kanë agjëru dhe këtë vërteton Kurani. Mirë po ka qenë karakteristikë të ta veçantë që për shembull kur ka koha e iftarit dhe nuk kanë pasur ushqim apo i ka kap gjumi para se me bë iftar, e kanë pas ndaluar që të hapin iftar deri të nesërme. Dhe kjo ka qenë një ngarkesë. Në fakt, këtë rregull e ka përjetuar edhe Muhamedi a.s. pra në pjesën e parë të shpalljes, derisa kanë ardhur rregullat ose ligjet cilat e kanë abroguar ose kanë shfuqizuar këtë rregull. Por kjo jep me kuptuar që ka pas dallime edhe në norma. Patjetër që e plotësimin e pyetjes do thotë të gjitha normat, rregullat, ligjet cilat kanë ardhur nga pejgamberët kanë qenë pra shpallje frymëzim për anës të Allahut xhela xhelalu. Siç promovon pejgamberi sa ku thotë ela inni utitul Qur'ana wa mithluhu ma'hu. Dini se mu është dhënë Kurani, por edhe një ngjashëm me te. Ai është suneti. Pra, që i bie fjala, vepra, praktika, pëlqimi i pejgamberit a.s. Pra, i bie se të gjitha ato që i ka promovuar pejgamberi a.s. kanë qenë shpallje nga ana e Allahut xhela xhelalu. Mirë po është një pjesë e jetës së lirë të njeriut që do thotë në të cilën Allahu xhela xhelalu e ka lënë njeriu të lirë. Prandaj nuk ka sankcionimi, sikur ne tani jemi duke qëndruar këtu për ta kuptuar audienca për një dallim, pra ne e pasojmë pejgamberin e sa në këshillat e tij, në thënjet e tij, mirë për në Islam e kem
e kemi një hapësirë që Zoti xhelel na ka lënë të lirë. Për shembull, a kemi drejtë që të ulse tulmin këtë kohë? A kemi të drejtë të pim ujin këtë gotë që po pim ujë ose kafe të ngjashme, ose ta bëjmë apo të paraqitemi në pis TV, stilin e jetës ose domethënë mjetet e udhimit, këto janë të lira. Për të mos e keq interpretuar dikush, pra këto i kalon Islamit lira, edhe kjo jep me kuptu për lehtësimin e jetës, ose thonë më mirë, Muhamedi është dërguar mëshirë në të gjitha porët jetës, siç e promovon Allahu në Kur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ne ty të kemi dërguar mëshirë për gjitha botrat. Pra mëshirë në atë që e ke promovu, mëshirë në atë që e ke praktiku, mëshirë në atë që ke thirrë ti. Prandaj muslimani do ta kupton se atë që në cilin ka thirrë pejgamberi alayhis salam është e domosdoshme për neve. S'është platformë, është projekt, po është përzgjedhje hyjnore. Dhe sa Allahu xhel xelaluhu e ka përmbyll vargun e pejgamberëve me Muhamedit alayhis salam. Çu i bie se ligjet dhe rregullat që kanë ardhur përmes Muhamedit alayhis salam ose në Kur'an i bie që janë të domosdoshme, të përshtatshme në të gjitha vendet, të gjitha kohrat për të gjithë popujt. Prandaj edhe themi se nëse këtë e zbërthejmë kohën tonë, kohën e teknologjisë, kohën e zhvillimit të shkencës, nuk ka mundësi të bie ndesh diçka prej urdhrave, rregullave, normave me të cilat ka urdhëruar Allahu xhel xhelal në Kur'an ose të cilat e ka promovuar pejgamberi sa. Kjo sigurisht shkon si pyetje për audiencën, a kanë dëgjuar ndonjëherë që dikush prej hoxhallarëve të kohës thotë jo, mos e përdorni teknologjinë e re se kjo bidat. Është besytni, madje është e rrezikshme. Jo, përkundrazi, thrasin shkencëtar. Kujdesin pastaj në damën dhe dobinë ata. Me pas kujdesin, për ndryshe gjërat mbesin në esencë në parim të lejuara. Derisa nuk vijë një argument i cili e ndalon atë. Pra, i bie se të gjitha gjërat e mira kanë qenë të mira dhe të lejuara dhe të dobishme në të gjitha kohrat, në të gjitha vendet, siç janë të dobishme edhe neve dhe gjenerat që vijnë pas neve. Begati e madhe që të jemi pjesë e umetit të pejgamberit edhe i cili ka përmbledh dhe ka përmbyll krejt mesazhin se Allah subhanahu wa taala ka dashur të i drejtohet njerëzimit me të. Padyshim se kemi edhe shumë çështje tjera të cilat ndoshta do të dëshironim të diskutonim për pejgambert e që padyshim është të flasësh për ta dhe për mësimet që ata kanë ardhur është tërheqëse dhe njëkohësisht shumë e dobishme, por koha është kjo, nuk kemi kohë më tepër. Dua të falenderoj hoxh dhe lutem Allahun xhaleshan të shpërblej dhe njëkohësisht të japë bereqet në punën dhe në angazhimet që i bën. Allah subhanahu wa taala të shpërbleft. Amin. Amin. Allah shpërbleft edhe juve. Ju uroj dhe përgëzoj për misionin e ri, gjithsesi edhe lutem për vetvete ju dhe për gjithë besimtarët që Allahu t'i pranë të gjitha veprat e mira në këtë muaj dhe të përfitojmë pra edhe nga mësimit, mesazhet e pejgamberëve dhe ata që Allah na ka porositur. Allah shpërbleft. Besimin e pejgamber shtyll e imanit. Besimi në pejgamberin e fundit është begati, cilën Allah subhanahu wa taala na ka sjell për të na lehtësuar rrugtimin ton për tek Zoti. Të gjithë ata të cilën pejgamberi sa na ka lënë është trashëgimi përmes cilës fitohet kënaqësia e tij. Është detyrë që të zbatohet dhe mbi të ndërtohet shpëtimi jon. Deri në takimin tjetër, qofshit në mëshirën e Zotit.